Pothuajse 15 vjet negociata, 10 marrëveshje, 10 takime. Të gjitha të menduara si hapa drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja e parë më 2013 solli shpresë reale. A step closer to Europe. Sot tensionet janë në kulm. Procesi prodhoi më shumë lodhje se rezultate dhe situata duket e pakthyeshme. Është një tren i ikur. Çfarë do të thotë kjo për dy vendet që mbeten në armiqësi dhe për vetë perëndimin? Fundi një procesi pa vizion apo fillimi i një rishikimi të domosdoshëm? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Rambuje vjen Bruksel, 3 qytete, 3 procese, 3 përpjekje për të vendosur fatin e Kosovës. 2 të parët për të dhënë fund luftës dhe për të zgjidhur statusin, sollën rezultate të prekshme pavarësisht të refuzimeve të Serbisë. E treta për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, prej vitesh mbetet në vend numro. Dialogu mes tyre për këtë qëllim nisi zyrtarisht në vitin 2011. Qeveria e Kosovës e pranoi atë si obligim ndërkombëtar pas votimit të një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në vitin 2010. Me ndërmjetësimin e EBE-s dhe mbështetjen e SHBA-s, takimi i parë u mbajt më 9 mars 2011. Delegacionin e Kosovës e udhëhiqte Edita Tahiri, ndërsa atë të Serbisë Borislav Stefanović. Negociatat mes palëve përgjatë muajve prodhuan disa marrëveshje, nga lëvizja e lirë deri te menaxhimi i kufirit dhe çështjet kadastrale. Ndonë se ishte paralajmëruar se do të bisedohej vetëm për çështje teknike, procesi kaloi në nivel politik në vjesht të vitit 2012. Takimi i parë mes kryeministrit të atëhershëm të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Daçi që u zhvillua më 19 tetor dhe më pak se 6 muaj më vonë, ata arritën marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Një moment që ndërmjetësuesja e BE-s Catherine Ashton e përshkroi si hap më afër Evropës. Dua t'i përgëzoj për vendosmërinë gjatë këtyre muajve dhe për guximin që kanë treguar. Është shumë e rëndësishme se ajo që po shohim tani është një hap larg nga e kaluara dhe një hap më afër Evropës. Nga ajo kohë kanë kaluar mbi 12 vjet. Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk është kandidat për anëtarësim në BE, ndërsa Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull të ri të negociatave për anëtarësim që prej vitit 2021. Gjatë këtyre viteve, palët zhvilluan 10 takime, shpeshherë të gjata maraton. Si negociatorët ashtu edhe ndërmjetësuesit u ndruan, por shumica e marrëveshjeve të arritura nuk u zbatuan kurrë plotësisht ose fare. Tensionet, akuzat dhe fajësimet nuk munguan gati në asnjë periudhë dhe kulmin e arritën në shtator të vitit 2023. Kur një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk duke vrarë një rreshter. Incidenti u përshkrua si më i rëndi që nga pas lufta dhe bëri që kryeministri i Kosovës Albin Kurti, tani në detyrë, të refuzoi edhe sot e kësaj dite çdo takim të nivelit të lartë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kushti i tij për rifillimin e dialogut ishte dhe mbetet dorëzimi i autorit të dyshuar të sulmit Milan Radojčić. Për aq kohë sa Radojčić dhe grupi i tij është i lidhur dhe i mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialogun për normalizim. Qeveria e Kurtit është në detyrë prej disa muajsh. Këtë javë ai u pyet nga mediat serbe nëse pas formimit të qeverisë ekziston ndonjë plan për vazhdimin e dialogut. Ai theksoi se mbetet i përkushtuar ndaj normalizimit të marrëdhënieve, por përsëriti se çdo hap përpara është i lidhur ngushtë me dorëzimin e Radojčićit dhe me zbatimin e marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, e arritur mes tij dhe Vučićit në shkurt të vitit 2023. Duket se kjo nuk do të ndodhë shpejt, sepse Serbia, për fat të keq, po shndrohet në një Bielorusi të dytë në Evropë, nëse Kremlini ka në verilindje Bielorusinë, në juglindje të Evropës fatkeqësisht ka Serbinë. Evrope, nažalost, ima Srbiju.
Presidenti i Serbisë Vučić në deklarata publike shfaqet i hapur për dialog, por njëkohësisht përsërit qëndrimin se vendi i tij nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Për ish diplomatin Ylber Hysa, qëndrimi refuzues dhe konfrontues i Serbisë është i njohur që nga negociatat e Rambujez dhe ato të Vjenës, ku ai vetë ishte pjesë e delegacionit kosovar. Dialogun aktual Hysa sheh vetëm si vazhdimsi të këtyre proceseve dhe thekson se Kurti duhej të tregonte më shumë këmbgulje, duke pasur parasysh se gjenerata e mëparshme negociatorëve krijoi një realitet të pakthyeshëm, Kosovën e pavarur, pavarësisht kërcënimeve, madje edhe ekzistenciale për popullin e Kosovës. Zoti Kurti duket që ka dashur të blej kohë duke u friguar që pranonte diçka që do të mund ta sfidonte perceptimin e tij politik historik, që ishte i vetmi që po i sfidonte gjitha këto rrugtime të dialogut dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Ai e ka pasur konceptin e tij vetëvendosje si koncept që vetëvendos, dhe në base kjo ka qenë një barë politike për të ecur para. Motoja e lëvizjes vetëvendosje që nga fillimet e saj ishte jo negociata vetëvendosje. Nën këtë parull, partia Kurtit ndërtoi edhe identitetin e vet politik, duke kundërshtuar çdo formë të dialogut me Serbinë, që sipas saj cënonte parimin e vetëvendosjes së popullit të Kosovës. Në vitin 2012, pas takimit të parë Thaçi-Dačić, vetëvendosje organizoi edhe protesta kundër bisedimeve, duke i cilësuar ato si lëshim ndaj Serbisë. Mbi një dekadë më vonë, Hysa thot se Kurti erdhi në pozitën që të pranonte marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që sipas tij ishte oferta e parë e diplomacisë ndërkombëtare që nuk parashikonte njohje reciproke për Kosovën, ndonse vazhdon të mos zbatohet prej asnjërs palë. Ai tani dyshon se ka ende hapësirë për ndonjë përparim real në këtë proces për shkak të rrethanave ndërkombëtare. Është një tren i ikur dhe në kuptimin geopolitik, domethënë ajo që do të mund të bëhej në kohën e zotit Biden, kur kishte një përpjekje për të rilidhur në unitetin transatlantik, është tani kohë e shkuar, ishte edhe koha para nisjes së luftës në Ukrainë. Dhe ndoshta ky është një momentum i cili nuk i ka konvinuar shumë zotit Vučić. Pas luftës në Ukrainë, ai gjeti një shteg mbijetese me faktin që ishte i vetmi vend që nuk i vuri sankcione Rusisë, po të njëjtën kohë i shiste armë Ukrainës. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonalizëm në Novi Sad vënë duke se marrëdhëniet transatlantike ndodhen tani në një pikë jashtëzakonisht të ulët. Me vëmendjen globale të tërhequr nga krizat në Ukrainë, lindjen e mesme dhe evente të tjera, dialogu Kosovë-Serbisë sipas tij funksionon më shumë si një mjet për të mbajtur status quo-n, sesa për të sjellë zgjidhje reale. Popov nuk sheh se paku tash për tash ndonjë rrugë të qartë që do të mund ta rivendoste dialogun në një trajektore funksionale dhe efektive. Kurti nuk ka arsye të shtyjë përpara sepse në masë të madhe ka arritur qëllimin e tij, shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës, e vetmja gjë që nuk ka arritur është ta antarësojë Kosovën në më shumë organizata ndërkombëtare. Vučićit gjithashtu nuk i përshtatet sepse çdo ditë kemi protesta antiqeveritare në Serbi dhe pushteti është duke humbur kontrollin mbi situatën. Mark Weller, që ka shërbyer si këshilltar ligjor i Kosovës në konferencën e Rambujez dhe në procesin e Vjenës, thekson se domosdoshmëria zgjidhjes së çështjeve midis Kosovës dhe Serbisë është e pamohueshme për shkak të afërsisë së tyre gjeografike. Ai kujton se në dy proceset e mëparshme, Serbia refuzoi të nënshkruante marrëveshjet, ndërsa Kosova mori përsipër detyrimet në mënyrë të njëanshme për të arritur pavarësinë. Sot në dialogun e Brukselit, thot Weller, presioni bie sërish mbi Kosovën për të bërë lëshime të reja, por Kurti, sipas tij, është më pak fleksibil dhe më pak bashkëpunues me ndërkombëtarët. Dhe pikërisht këtu kemi ngecur. Kosovës i thuhet se duhet të themelojë fillimisht asociacionin e komunave me shumicë serbe, por askush nuk e di nëse Serbia do ta zbatojë më pas pjesën e saj të marrëveshjes. Weller thot se dialogu ka nevojë për një fillim të ri dhe për një qasje më të balancuar të perëndimit ndaj Kosovës dhe Serbisë,
në mënyrë që të dyja shtetet t'i përmbushin detyrimet e tyre. Ndryshe nga periudha e Rambouillesë dhe e Vjenës, kur Evropa dhe Shtetet e Bashkuara vepronin në një linjë, ai vëren se angazhimi i administratës aktuale amerikane është i paparashikueshëm. Ne nuk e dim saktësisht se si do ta trajtojë administrata Trump çështjen e Kosovës. Mendoj se Kosova ka arsye të jetë paksa nervoze për kthimin e saj, si dhe të përfaqësuesit të saj të posaçëm Richard Grenell, i cili mund të përpiqet të imponojë ndonjë lloj veprimi. Marrëdhëniet mes qeverisë Kurtit dhe SBA-s u ndërlikuan qysh në kohën e administratës së parë të presidentit Donald Trump. Atë kohë qeveria e tij u rrëzua me mocion mosbesimi nga partnerja në koalicion LDK-ja, por Kurti akuzoi Grenellin për ndërhyrje me qëllim, siç pretendoi ai, arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Qeveria Kurti 1 ra në mars të 2020-s, ndërsa në shtator të po atij viti, në Shtëpinë e Bardhë, u nënshkrua marrëveshja për normalizimin ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë në praninë e presidentit Donald Trump. Nënshkruesit ishin kryeministri i Kosovës nga radhët e LDK-s Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Vučić. Javën e kaluar, ndërmjetësuesi aktual i Bashkimit Evropian Peter Sorensen qëndroi në Prishtinë ku zhvilloi bisedime me kryen negociatorin Besnik Bislimi për, siç u tha, zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Në gusht, Sorensen kishte takuar udhëheqësit e të dyja vendeve, në Kosovë dhe në Serbi, por pa ndonjë shenjë për rifillimin e shpejtë të dialogut në nivel të lartë. Sipas ish diplomatit Ylber Hysa, Kosova dhe Serbia pritet të mbeten në një ngërç të zgjatur politik, e këtë herë jo vetëm për shkak të vullnetit të tyre, por edhe për mungesën e një nxitjeje reale ndërkombëtare për t'i çuar bisedimet përpara. Modeli i suksesit për Kosovën dhe Ballkanën ka qenë uniteti transatlantik dhe një konsenzus i aktorëve të brendshëm. Kjo ka qenë një recetë e cila ka prodhuar rezultate historike në Rambouillet, Vjenë dhe ka qenë një realitet e ri. Druaj që një realitet të tillë më nuk e jetojmë në jetën e sotshme politike. E një parashikim të saktë se çka mund të ndodhë nëse mosmarrëveshjet politike përshkallëzohen në dhunë, siç paralajmërojnë jo rrallë përfaqësuesit politik, nuk e ka asnjëri. Me fjalët e Hysës, mungesa çfarë do lajmi për Kosovën dhe Serbinë në vitin 2025 mund të jetë lajm i mirë. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takojmë sërish të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.